Kthehuni në fshat, çiftet e reja do të marrin 100.000 euro zbulohet vendimi i qeverisë. Qeveria e Maqedonisë Veriut ka propozuar një mas të re që synon të ringjallë zonat rurale të braktisura përmes mbështetjes financiare për çiftet e reja që vendosin të jetojnë dhe punojnë në fshat. Sipas draftit të ri të ligjit për bujqësinë dhe zhvillimin rural i publikuar në platformën Ener, çiftet e reja do të kthehen në fshat, do të mund të përfitojnë deri në 100.000 euro ndihmë financiare. Ky projekt ligj do të jetë i hapur për komente publike deri në 28 maj, ndërsa në 2 qershor është planifikuar një seancë dëgjimore publike. Mbështetja financiare ka për qëllim të ndihmojë çiftet të ndërtojnë ose rindërtojnë banesa, të blejnë makineri bujqësore, tokë bujqësore ose bakti. Për të përfituar nga kjo skem, aplikantët duhet të jenë nën moshën 40 vjeç, të angazhohen në aktivitete bujqësore dhe të banojnë në zonë rurale për një periudhë prej të paktën 10 vitesh. Në rast se këto kushte nuk plotësohen, mbështetja financiare duhet të kthehet mbrapsht plot. Sipas nenit 138 të ligjit propozuar, ndihma financiare mbulon 80% të kostove të pranueshme dhe të realizuara me një maksimum prej 6 milion denarësh për çift. Mbështetja ofrohet përmes një plani biznesit miratuar nga Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural dhe zgjat për një periudhë prej 3 vitesh. E njëjta shumë mbështetje do të jetë në dispozicion edhe për të rinj nën moshën 40 vjeç që do të hapin një biznes të ri në sektorin e bujqësisë apo pylltarisë. Po ashtu fermerë të rinj që nisin aktivitetin e tyre do të mund të përfitojnë deri në 20.000 euro, ndërsa mbështetja e posaçme është parashikuar dhe për gratë aktive në ekonominë bujqësore familjare për zhvillimin e ndërmarrjeve, futjen e inovacioneve dhe aktiviteteve të reja ekonomike në zonat rurale.